vlerë shëruse. Tregom çfarë procesi kalon të përzgjedhjes të fjalëve, të figurave, të metaforave, të çdo gjëje që e hedh në fund edhe bëhet një varg i jote. Kryesisht ja nis me një ide, me një obsesion, një ide që ka t'i bëhet si obsesive dhe mendoj, më duket Susan Sontag e thot një pjesë qysh sa e rëndësishme është me pas obsesione, po mendoj qysh letërsia është e mirë për njerëz që kanë obsesione dhe është ndoshta hapësina më e shëndetshme ku mundesh me i shpreh këto obsesione. Dhe tani ajo ide veç lyp me gjetë një formë ose një personazh. Një pjesë tjetër e rëndësishme është me kriju personazhe, unë bona çto karakter, tash edhe në poezi dhe në forma tjera të shkrimit gjithçka ja nis unë të paramendu veten si dikush që ka njëherë është e bazuar edhe në mua, po shumicën e rasteve tentoj me dalë për te vetës tu bazuar vetëm. Për shembull, çka kish me qenë diçka që unë se kisha bo kur, ose çka kish me qenë diçka që kisha pas qef me bo, po nuk moj, ose nuk e kisha bo për arsye të ndryshme. Nuk e di, mendoj që baza e këtëve është një kurreshtje tepër e madhe. Tani edhe për me përfundu bëj është pak si humor kështu, po mendoj që duhet me pas deadline. Ajo para ideja është fajn e krejt, po për me mrime i përfundu, tani duna me këqyre I cakton vetës, apo për shembull aplikon në një festival edhe din që duhesh me mbaru se po vjen festivali ose çka do tjetër qoftë. Tentoj mja caktu edhe vetës, po mendoj është e pashmangshme, sidomos prej që nuk punoj për dikon tjetër, dhe duhesh me ja respektu vetës. Po kryesisht janë deadline-ut, ajo pjesa fundamentale janë deadline-ut edhe përgjithësia që kam ndaj njerëzve tjerë që ta japin çatë ndjenjen e emergjencës që kanjëherë është shumë e rëndësishme dhe shumë inspiruese për me përfundu diçka që ndoshta kisha zgjatë edhe një disa vjet pas pak. E analizon dorot që të ndjenjen e përgjithësisë për tjerët edhe pse shpesh jo ti vetëm ti ose ju vetëm unë, por shumica ndoshta nuk e kemi po të njëjtën ndjenjë përgjithësie ndaj vetës. Po, mundojna me... Po mendoj, mu ka dashur patjetër se në fillim, kur fillu me punu si freelance, ka qenë ideja që unë ka me pas ma shumë kohë të lirë, që ka me qenë, që unë ka me kriju kohën teme të lirë. Që faktikisht nuk ka dalë bashkë ashtu po në pare munda, po faktikisht prej që këmë fillu kështu nuk ka mo kur ta më pushim. Se gjithmonë ka punë, gjithmonë është një hapësin tjetër që mu i me apliku. Që me një aspekt mendoj që mu ka pështot dhe jam okej të paktën për një herë me këtë parim. E qysh ke vendos me kalu në freelance ose pa kontrat afat gjate me punu? Ka njëherë do gjojna kështu e bojmë vendin e vetë, mendoj që kjo kish me qenë përgjegja ma korekte. Po edhe nashta me një moment e po është që hargjoj një potencial, një energji që ma lypke që ajo konsistenca të qeni ditë për ditë në të njëjtën kohë, në të njëjtën vend, që kisha mujtë me bo diçka ma të mirë. Pak është një lloj çmenduri edhe kjo besim, po besoj isha që mujtë me bo diçka ma të mirë, ose nashta natyra punëve që kam qenë të i bo në atë kohë, nuk u kojnë ma përshtatshmja për mu. Te e qyte çmenduri, por në kokat e shumë njerëzve kjo është një skenar shumë i dëshiruar. Të themi, ndoshta e konceptojnë si me u çliru për një përgjithësi shumë të madhe, po që për shkak ndoshta shumicën e kohës të frikës financiare vazhdojnë me qëndru atë. Po pashtu qëndron ky aspekt i çmendurisë, se mendoj kështu që në letërsi çdo lloj çmendurish janë shumë normale, ndoshta edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që më ka afruar më tepër me këto. Po edhe në profesionet të tjera, s'pëdi ka njëherë mendoj që në qëtë kohën tonë, se edhe një prej temave është që kjo koha jonë moderne, gjithçka po është një farë rreziki, nuk e kimo atë luksin, për shembull që e kam pas prind tonë që janë shkollu dhe e kanë marrë qatë punë dhe zakonisht që me qatë punë Synimi ka qenë me u penzionu në atë punë. Te na, për shembull, çdo ditë gjithçka mundet me ndru, që edhe kjo adin është një indikator tjetër i shumë gjanave për të cilat shkruj, po abdin nuk mendoj që është veç në art ose veç me qenë freelance, po e ku më tërmarë dhe Je po as frika po ju? Po edhe frika është diçka që edhe tash e kam, abdin se cilën herë se nëse cilin aplikim të ki shansa 50% me fitu, 50% jo se cila punë që janë njës, që ka njëherë mundet me zgjatë edhe me vjetë, mundet më kojnë krye vepra arshme ose veç një vepër që nashta mas të viteve
s'ki mu kojnë as ma krenare ose diçka. Qysh ballafaqohesh me frikën? Tash po dalë të një punë tjetër që po menoj, këm fillu prej studimeve me yoga dhe me meditim dhe kjo më ka do, po menoj kjo ka pas një impact edhe në letërsi dhe në aspekt të mënyra që shmendoj kështu, po edhe për mu ballafaqu me frikën me angthin, kojnë nashta një pijjanave ma të mira që ku mujtë me po. Po a shkruan? Për shembull, për me u ballafaqu me ndjenjat e tua, se ti shkruan për ndoshta për vete dhe për neve, lexojmë librin tënd, tekstin tënd, po a shkruan në formë terapis për veten apo jo? Po, e bëj edhe këto, po jo gjithmonë është s'podi. Deri me tash të disa novela kom shti pak ma shumë se në personal deme, qëtash kom bo unë thejsha si karikatura, për shembull, e marrë dikon qenjo, edhe që ati ka njeri qes shumë karakteristika, shumë shprehi të mijat, ta një marrë edhe mënyrën që shë përjetoj, ose paramendoj një personazh, po që shkësha reagojnë nëse kësha pas qatë storyline-in e qati personazhi. Nuk e di kjo është pak ma ndërlikun, ama po, duhet mu konë diçka që më lidhet me personazhin në mënyrë që me pas më këthy që dhe të qasoj punë, se sidomos në ashta poezia, pet është pak së është ma e shkurt, ma mundësh me kamuflu me simbolik, apo në prozë, sidomos në prozë klasike ose në skenar klasik, ti duesh me pas një konsistencë, nuk është veç kjo pjesa kreativitetit, është vazhdimësia, është një do formula, për shembull që me gjitha të duesh me i ndjek. Për vazhdu qatë konsistencën në për...